Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala alihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet më shpëlotit. Falënderimet të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshahu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës pse të jemi bujar me vëllain ose motrën në fe. Në jetën e çdo besimtari musliman, bujaria është një dritë që ndriçon zemrën dhe pastron shpirtin e tij. Sepse ajo nuk është vetëm një akt i jashtëm dhurimi, por një frym që buron nga dashuria për Allahun dhe për krijesat e Zotit të gjithësisë. Kur njeriu bëhet bujar ndaj vëllait ose motrës me fe, ai në të vërtetë po i afrohet Allahut, sepse çdo mirësi që bën për të tjerët në rrënjë është një adhurim ndaj krijuesit të gjithësisë. Prandaj, përgjigjja pse të jemi bujar me vëllain ose motrën në fe është që të afrohemi më së shumti me Allahun e plotfuqishëm. Islami nuk e sheh dhe nuk e tregon bujarinë si një veprim të rastësishëm, por si një vlerë thelbësore që ndërton shoqërinë, e forcon lidhjen e besimit dhe e pastron zemrën nga egoizmi. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Ata që japin pasurinë e tyre ditën e natën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblimin e tyre tek Zoti i tyre, dhe nuk do të kenë frikë, as nuk do të trishtohen. Ajeti 274 i surës Bekara. Ky ajet është një pasqyrë e shpirtit të bujarisë islame, se ai që jep me dashuri, pa pritur lavdërime apo mirënjohje, gjen paqen e vërtet në zemrën e tij dhe fiton kënaqësinë hyjnore, pra kënaqësinë e Allahut xhaleshahu. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: bujaria është një pemë në xhenet, degët e saj varen në tokë dhe kush kapet pas njërës prej tyre, ajo do ta udhëheqë atë drejt xhenetit. Këtu tregohet bujaria si një urë që lidh njeriu me botën e përjetshme, një pemë e bekuar që ushqen shpirtin dhe që mbillet në zemrën e çdo besimtari që jep për hir të Allahut. Kur jemi bujar me vëllain ose motrën në fe, ne nuk dhurojmë thjesht pasuri, por dhurojmë dashurinë, dhurojmë dëmshurinë dhe vëllazërinë shoqërore. Kjo është arsyeja pse Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: bujaria është çelësi i dashurisë dhe baza e vëllazërisë. Ai që është bujar, të nderuar dëgjues dhe shikues, fiton zemrat e njerëzve dhe e kthen dashurinë e tyre në një forcë të bashkimit, ndërsa ai që është koprac e ndërpret këtë lidhje hyjnore që i mban besimtarët si një trup i vetëm. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thuhet: besimtari nuk është besimtar nëse fle i ngopur, ndërkohë që vëllai i tij është i uritur. Kjo është një kujtim i thellë që bujaria nuk është vetëm një akt mirësie, por njëkohësisht është edhe një detyrim shpirtëror që lidhet me besimin tonë, në besimin në Allahun xhaleshahu. Të ndihmosh vëllain apo motrën tënde në fe nuk është thjesht bamirësi siç thamë më lart, por një shenjë e gjallë e besimit, sepse feja e pastër islame është ndërtuar mbi dashurinë dhe mbështetjen në vështirësi të vëllezërve ose motrave në fe. Kur njeriu jep nga ajo që do, ai në fakt ka pastruar shpirtin e tij tashmë nga lakmia, sepse Allahu thot në Kur'anin e shenjtë: kur nuk do të arrini devotshmërinë e vërtet derisa të jepni nga ajo që doni. Ajeti 92 i surës Ali Imran. Pra, të nderuar dëgjues dhe shikues, bujaria ndaj vëllait ose dhe motrës në fe është një provë e sinqeritetit ton dhe një lloj devotshmërie që ne i japim shpirtit në ato momente, sepse përmes bujarisë ne dëshmojmë se dashuria për Allahun është më e madhe se sa dashuria për pasurinë e për vetveten. Imam Husajni, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nëse dëshiron të jetosh në mesin e njerëzve me nder dhe dashuri, bëhu bujar me pasurinë tënde dhe përmbaju drejtësisë. Kjo tregon se bujaria nuk është vetëm një veprim moral,
por një themel I dinjitetit njerëzor njëkohësisht. Ajo e lartëson njeriu në styrin e Zotit, por njëkohësisht edhe në styrin e njerëzve në shoqëri ku ai jeton, sepse çdo akt bujarie është një fjalë e heshtur që I flet zemrës së tjetrit. Në realitet, kur jemi bujar me vëllezërit dhe motrat në fe, ne jemi duke ndërtuar një shoqëri të mbështetur në mëshirë, në drejtësi dhe në dashuri. Një shoqëri ku askush nuk ndjehet I harruar, ku zemrat lidhen përmes dorës së durimit dhe ku secili ndjen se ka një vend në zemrën e tjetrit. Kjo është ajo për të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, pra në ditën e gjykimit do thrasti ummeti, pra ummeti im, një bashkësi që nuk matet me pasuri, por me dashurinë dhe bujarinë që njerëzit tregojnë ndaj njëri tjetrit. Të dashur vëllezër dhe motra, çdo herë që ti ndihmon, çdo herë që fal, çdo herë që ti dhuron diçka nga vetja jote, drita e shpirtit tënd smadhohet dhe bëhet më e ndritshme. Dhe në ditën e gjykimit, kjo dritë do të udhëheq drejt mëshirës së Allahut të plotfuqishëm. Sepse siç ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bujarët janë afër Allahut, afër njerëzve dhe afër xhenetit të Allahut xhaleshanhu. Prandaj, të jemi bujar me vëllezërit dhe motrat tona në fe, nuk është thjesht një virtyt moral I ardhur nga Allahu xhaleshanhu, por është një borxh shpirtëror, njëkohësisht ndaj dashurisë së Zotit, që na bashkon të gjithëve ne si ummeti profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra të mos harrojmë se bujaria është gjuha e zemrës, që nuk njeh kurse si kufi, dhe përmes saj çdo besimtar e kthen botën përreth tij në një kopsht paqeje, dashurie, dëmshurie dhe çdo ndjenje të bukur. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju.